nuk besoj që ka vajza dhe djemë të vështira apo të lehtë. Unë besoj që ka vajza dhe djemë të cilët janë ndjen ose nuk ndjen. Dashurën apo dashurën. Pastaj pjesën e batutave, që njerëzit që më njohin nga afër e din shumë mirë që unë luaj me batutën, pavarësisht se ajo u përdor një Jo, mos është shpërdor, ajo ka dalë nga goja. Domethënë, çfarë mendoi Albi? Po. Kur tha, nuk ka goca të vështira, ka goca që s'pin alkool, është shumë e thjeshtë gjëja. E mendova sepse kjo është një batutë që është përdorë gjërësisht, domethënë unë e kam parë edhe në një serial të Kjo është vërtet e kam parë edhe në një serial, po sa vlen për të përmendur në një pyetje të tillë. Në një bisedë. Na sjell dikush diçka për të pirë? Paka shumë tavoline, sepse unë nuk e dija që edhe po regjistrohesha edhe nuk pata atë thjesht ideja ishte për të bërë pak doje me u bë viral apo jo? Thjesht për qeshur në atë ambient ku ishim, dhe nuk mendova fare se do dilte si në pjesën e televizion. Unë jam Blerta, këtë episod të plot të pamanual keni mundësi ta shihni vetëm në YouTube tek Andale Pikal dhe të gjitha prodhimet tona të tjera. Kështu që urgjent tani të bëni subscribe tek Andale Pikal.